10 agent të Byros Kombëtare të Hetimit dhe prokuror special të prokurorisë së posaçme kanë zbarkuar në qytetin e Elbasanit. Prania e tyre në qytet vjen si shkak i zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 11 maj. BKH dhe SPAK janë duke monitoruar gjithçka në këtë proces zgjedhor në qarkun e Elbasanit, duke filluar nga përdorimi i burimeve publike, abuzimi me administratën, qarkullimi i parave të pista, ndikimi i krimit të organizuar dhe çdo tentativë për blerje votash. Burime zyrtare bëjnë me dije se angazhimi i organeve ligjzbatuese ka për qëllim garantimin e pastërtisë së procesit zgjedhor të 11 majit. Qarku i Elbasanit është nga më të blinduarit ndër 12 qarqet e Shqipërisë në këtë proces zgjedhor. Grupi i monitorimit i kryesuar nga prokurori Olzdado janë duke ndjekur në terren në kohë reale të gjitha zhvillimet që lidhen me procesin elektoral dhe hetuesit janë duke punuar me pajisje me teknologji të avancuar që dokumentojnë çdo shkelje në këtë proces zgjedhor.